Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka pozicionin politik të qartë. Ne kërkojmë dialog, kompromis ndërpartijak për të gjetur një figurë për president ose presidente i cili ose e cila respekton kushtin kryesor që është në Kushtetutën e Republikës së Kosovës që përfaqëson unitetin qytetar të Republikës së Kosovës. Deri më sot nuk kem dëgjuar nga partitë politike që kanë bërë propozime. Unë besoj me që jemi në fund edhe të afatit, shumë shpejt partitë do të mbledhen dhe do të shqyrtojnë të gjitha propozime që vijnë nga ta. Deri në këtë fazë që po flasim, nuk ka asnjë takim, si më thonë, serioz për të diskutuar për emrin e presidentit. Unë besoj që kjo do të ndodhë në ditët në vazhdim dhe pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës është i qartë, ajo duhet ndodhë përmes një dialogu ndërpartijak, sepse edhe figura e presidentit duhet të jetë mbipartijak dhe duhet të respektojë konsenzusin e kësaj shoqërie. Nuk ka pas ftesë të tillë, nuk e di nëse ka ndryshuar ndërkohë. Po kryetari zoti Bedri Hamza tashmë ka bërë të qartë që nëse ka një ftesë të tillë, padyshim që ai do të merr pjesë për të diskutuar jo vetëm me VV-n, po edhe me parti tjera për të gjetur një figurë e cila e unifikon popullin e Kosovës dhe e cila i respekton edhe këto kritere dhe këto vlera për në të cilat beson PDK. Deri me tani nuk ka iniciativa të tilla. Unë besoj që krejt këto dilema të cilat janë në opinionin publik do të sqarohen në ditët e ardhshme ku mund të ketë edhe takime. Pari ende nuk e dim që Vjosa Osmani do të rikandidohet, sepse aty ka në dorë shumica parlamentare dhe ende nuk kemi ndonjë konfirmim nga lëvizja vetëvendosje që a do ta çet si kandidate. Mirë po, pavarësisht punës të cilën e ka bërë presidentja Osmani që na ka përfaqësuar si grua në mënyrë të mirë po kisha dashur që të jetë një kandidat një president unifikues, sepse ne e dim të gjithë, jo vetëm unë, po të gjithë partitë, të gjithë Kosova që presidenti Osmani ka qenë e një anshme, kështu që po kërkojmë një president që të jetë unifikues. Është e vërtetë që ne kemi dërguar nga një ftesë partive opozitare për nënshkrime, por nuk kemi marrë ndonjë përgjigje konkrete, kështu që nuk ka diçka që muj me thonë matutje, sepse me 6 vota në kuvend nuk është diçka që mujna me bo, as jemi votë që mujna me zgjedh presidentën, mirë po as nuk do të mund të ashesim një kandidat nga opozita. Kuptohet, zotja Radinaj. E thash, përderisa ju kemi dërguar nga një ftesë partive opozitare, nuk kena marrë ndonjë përgjigje konkrete për shkak se kanë hezitu me na i dhënë përgjigje, mirë po tash po mbetet në dorë të lëvizjes vetëvendosje përderisa është shumica parlamentare. Jo, nuk kemi marrë as nga lëvizja vetëvendosje që është partia më e madhe, mirë po as nga partitë opozitare, përderisa s'kem ndonjë ftesë, nuk kem as çka të bisedojmë atje.